Radina, për apellimit së ose së fatit një diskutim të shkurt në zotin Abdigjiku, është diskutuar kjo çështja bashkëpunimit partijak për tranzicionin që s'ka që kërkuar ashtu edhe vërtet. Po, vazhdimisht diskutojmë me deputarin Abdigjiku edhe për zhvillimin e kuvendit, në ngërtin që kam bëhet, pa disa herë kemë trajtuar këtë çështje. Ishte duhem edhe për të propozimin për konsulta, edhe e shpjegova fërsisht që është ide e mirë me pas konsulta, kuptohet, kemi disa ndryshime ose dallime në qëndrim, por nuk bën me i mbyll dyert për iniciativat. Çdo iniciativë ka dobinë e vet. Ne mbesim në qëndrimin që ta ndihmojmë, pra unë dhe Aleanca ndihmojmë qeverinë e opozitës, se ka thonë për qeverinë e opozitës, ky është opsioni im, po jemi të hapur për konsulta. Ajo që besoj është më rëndësi, është fakti se shifnë ne çdo ditë po takohemi ju çdo ditë në ditë këtu. Ne po nuk po bisedojmë, nuk po diskutojmë për shumë zhvillime në vend. Nuk e dim s'ka rritje të pagave kohë të gjatë, ka rritje të çmimit të energjisë. Kemi vështirësinë për prodhuesve kanë problem me çmimin e energjisë. Janë akumuluar shumë tema, shumë probleme në vend. Edhe është e dhimbshme pra që krejta jeta jonë tani si kurse shihni është orientuar te to diskutimet kur s'ka boni. Tani do të më u thyn punë edhe shpresoj që do të gjendet një zgjidhje për ngërçin ku kanë që të kalojmë matutje. Kur mund të zgjidhet këtë zgjidhje zoti Radina? Po ju lutem nëse vërtet është kështu atë më mirë edhe të shkojmë zgjidhje. Besoni, nuk është mirë me vanun pa kufi Kosovë. A janë ditë ku të takoj pastaj zoti Krasniqi sot tash është i gatshëm për që të takojë? Ju tregova që unë më falni harrova me thonë që unë komunikoj edhe me Krasniqin rregullisht, me PDK-n, me LDK-n. Me hëndajtën këtu komunikoj me gjithë, me deputet, pra pa atje në bitena kemi pa që i flasim një të gjitha partive. Kur do që kanë në një kërkesh për takim, asistë për teme tani e mushive kohorë një më parë. Zoti Radina, a jeni këtu si koalicion qeverisës bashkë me zotin Limaj apo si cili lider politik? Pasi pak më herët zoti Limaj tha që pret një ftesë që me gjasa ende nuk e ka planuar, a jeni thirrë si grup bashkë, si koalicion? Jo, besoj partitë politike veç e trajtojnë këtë situatë. A jeni për që edhe zoti Limaj të jetë pjesë e këtyre kësaj? Ata që iniciojnë, ata i bëjnë theshat. Faleminderit. Faleminderit. Miru po.